jeni gjendur ndonjëherë në situatën që çfarëdo lloj taktike që të përdorni, çfarëdo lloj regjimi që të keni, çfarëdo lloj rutine, ushtrime në palestër apo diete që ju të mbani, përsëri ju nuk e humbisni peshën tuaj trupore? Nëse po, atëherë kjo video është për ju. Sepse do të sqarojmë në këtë video aspektin shpirtëror se përse kjo ndodh. Në momentin kur nuk ka një shpjegim fizik, nuk ka një shpjegim qoftë edhe gjenetik për këtë që ju po kaloni, pra që nuk është se e keni gjenetike këtë pjesën e peshës, nuk është se keni provuar çdo gjë që keni mundur dhe përsëri ajo nuk largohet. Në këtë rast është një kuptim më i thellë se sa kaq. Është një arsye më e thellë se sa kaq. Dhe shpjegimi mund të gjendet, dhe sigurisht dhe kura mund të gjendet në aspektin dhe në këndvështrimin shpirtëror, emocional që ju mund të keni. Dhe kjo nuk përjashton edhe meshkujt, sado që është më e gjendshme tek femrat si gjë, por që edhe meshkujt sigurisht që mund ta kenë këtë lloj problemi, mund ta quajmë, sado që nuk është problem, thjesht në aspektin shpirtëror, këndvështrimi është shumë herë më i ndryshëm se sa këtu tek ne. Dhe shpirtit për shembull nuk i intereson se si trupi ti duket, pra është si të thuash, nuk i intereson dikujt se si duket makina kur në fakt qëllimi duket më i rëndësishëm, pra qëllimi për të shkuar diku duket më i rëndësishëm se sa mënyra si duket makina apo si është. Sado që ka individ që fokusohen, duan që makina e tyre të jetë më e bukur, pra në këtë rast trupi, duan që të përkujdesen për të dhe kjo është një gjë shumë e mirë, por jo të kalojmë në një obsesion që të duam të kemi makinën më të bukur, sepse fundja, synimi është më i rëndësishmi. Përse po e përdor makinën? Ku do të shkosh me këtë makinë? Çfarë kujtimesh të bukura do të krijosh me këtë makinë? Çfarë rrugtimi do të zgjedhësh? Cilat rrugë do të zgjedhësh? Kjo është më e rëndësishmja. Dhe nëse ne fokusohemi këtu, nuk ka rëndësi se si duket makina. Pra në këtë rast nuk ka rëndësi se si duket trupi jon, për sa kohë që ne jemi të mbrojtur. Sepse kjo pesha mund ta shikoni si një mënyrë që shpirti zgjedh që ne të mbrohemi në këtë dimension. Kjo mund të lidhet me faktin që në fëmijërinë tuaj ju mund të keni kaluar në situata traumatike. Kjo lidhet dhe me ndoshta më shumë se sa kaq, ndoshta në jetë të tjera, por që në fëmijërinë tuaj në këtë jetë, nëse e mbani mend, por edhe nëse nuk e mbani mend, kjo nuk është se për shembull e ndryshon faktin që ju e keni, por në momentin që ju e kujtoni, kjo mund ta shërojë. Dhe ndoshta një shembull që po më vjen ndërmend, për shembull, mund të jeni lënduar shumë nga një marrëdhënie romantike që keni patur. Dhe nuk doni të kaloni më nëpër të tilla situata. Dhe në momentin që ju filloni dhe doni të njiheni me dikë apo filloni të njiheni, ju mund të shtoni peshë papritur sepse ju duket doni të mbroheni, doni të mbroni veten, doni të mbroheni nga lëndimi që keni përjetuar. Dhe sigurisht që ka pjesë specifike që kanë domethënie të ndryshme në trupin ton me qëllim mbrojtje. Për shembull, nëse keni krah që janë pak të shëndosha dhe pjesën e fytyrës ndoshta, kjo mund të thotë që jeni duke mbrojtur këtë pjesën e zemrës së kraharorit. Pra mund të keni patur një lëndim. Nëse keni bark të shëndosh, për shembull, kjo lidhet edhe me shumë gjëra të tjera, sepse në rastin e femrave, prandaj thashë ndoshta është më e gjendshme, femrat duhet të mbrojnë disa organe specifike që janë shumë të rëndësishme për jetën. Kështu që sigurisht që në momentin që ka probleme, qoftë shëndetësore, qoftë thjesht gjykohet arsyeshme që duhet mbrojtur, atëherë kjo peshë simbolizon pikërisht këtë fakt. Dhe ne nuk kemi përse të gjykojmë në lidhje me këtë pjesë apo të jemi shumë perfeksionist në lidhje me këtë pjesë, sepse ndonjëherë qëllimi, pra, është më i rëndësishëm, pra të jeni të shëndetshëm është shumë herë më e rëndësishme. Dhe sigurisht që në momentin që ju e doni veten ashtu siç jeni, ju të dukeni të bukur, nuk ka rëndësi se çfarë. Sepse është si çështja e fëmijëve që unë gjithnjë e marr si shembull, për ta vetja e tyre nuk është se është më e bukur në botë, si të thuash, nuk është se janë sado që mund të ketë tek tuk fëmijë që mund të jenë pakës mendje më dhënë, por përgjithsisht fëmijët janë shumë të pastër, janë shumë të sinqertë, janë shumë me qëllime të pastra dhe thjesht ata atyre ju duket çdo kush i bukur. Nuk ka rëndësi se çfarë, nuk kanë gjykime, nuk kanë këto korniza që ne vendosim apo i vendosim vetes kur rritemi, sidomos në moshën e adoleshencës, shumica e të rinjve që janë atë moshë,
e adoleshentëve, pra vendosin ca kornisa sepse duan që të jenë të pranuar, duan që të jenë të pëlqyer në një shoqëri ku vendos rregulla dhe norma që në fakt nuk ka pse të jenë. Ose më saktë ne i bëjmë rregullat për jetën tonë, mund ta shikojmë kështu. Dhe ky pra është qëllimi kryesor se përse ju shtoni në peshë dhe se përse për shembull kjo traumë e fëmijërisë bën që ju pas 30-tave të filloni të shtoni peshë, sepse ndoshta në marrëdhënie ku ju jeni me bashkëshortin tuaj mund të shfaqen disa, sepse ne kemi folur pra në lidhje me marrëdhëniet, nëse e keni dëgjuar këtë video, është përpara kësaj në mos gaboj, në momentin që ju hyni në një marrëdhënie me dikë, gjithnjë ka një mësim aty. Pra kjo është e pashmangshme. Qoftë kjo mësim se si të mësoni të dhuroni dashuri apo të jetoni të lumtur. Edhe ky është një mësim në vetvete. Pra gjithnjë ka një mësim aty në çdo lloj marrëdhënie. Dhe kur ju hyni në këto marrëdhënie, në momentin që ju keni gjëra të pa zgjidhura që nga fëmijëria, trauma ndoshta, apo ju mund mos i shihni si trauma, mund mos ta dini që janë aty, por me trauma nuk kuptoj për shembull, ju nuk keni qenë të dëgjuar në fëmijëri, ju nuk keni qenë të kuptuar në fëmijëri. Mund të keni patur një baba që ju ka dhënuar, apo një familje një midis kaotik, apo një shumë xhelozi gjatë fëmijërisë, apo jeni kritikuar gjatë gjithë kohës, jeni gjykuar, jeni bullizuar në fëmijërinë tuaj, e të tjerë. Mos mendoni që kaloi kohë u harrua dhe tani më çdo gjë është në rregull, sepse ajo gjë ngelet tek ju, dhe ngelet thua si një plagë emocionale, si një plagë në shpirtin tuaj, që nuk duket në trupin fizik, por ngelet plagë e pashëruar. Sepse ju vazhdimisht nuk e keni kuruar siç duhet ndoshta, keni parasysh që kur ne vritemi e kurojmë, ose thjesht trupi ka atë mënyrën e vet se si rigjenerohet. Por në këtë rast, kjo lloj plagë dhe traume nëse nuk kurohet siç duhet, do të ngelet, mund të shkaktoj probleme të tjera shëndetësore, dhe njëra prej tyre është shtimi në peshë në momentin që një gjë e vogël ndodh që juve ose në një aspekt shpirtëror ju kujton këtë situatë specifike që ju jeni bullizuar, që ju jeni kritikuar, e të tjerë. Shtimi në peshë pra është thjesht për arsye mbrojtje. Nëse ju keni provuar çdo lloj gjëje, pse të mos ta provoni edhe këtë? Të paktën, edhe sikur të mos ta kujtoni se pse ka ndodhur, sepse mund të jetë një gjë, mund të jetë 2-3 gjëra, mund të jetë diçka që ju s'doni ta kujtoni, nuk është problem. Ajo që unë mendoj që ju mund të bëni dhe e di që do t'ju ndihmoj, është të punoni për shembull me afirmime. Të punoni me ritualin e pasqyrës, të shikoni në pasqyrë, ta doni veten tuaj dhe ta kujtoni veten tuaj çdo ditë, çdo mëngjes, çdo orë, sekondë, çdo minutë, që ta bëni të futet në vetdijen tuaj. Faktin që ju jeni të sigurt, ju jeni të mjaftueshëm, ju jeni shumë të bukur kështu siç jeni, ju jeni të fortë, të guximshëm, kurajoz, dhe ju mund të përballoni çdo lloj sfide. Mund t'i thoni gjitha këto, nëse keni nevojë për ndihmë me afirmimet, sigurisht që jam këtu për t'ju ndihmuar, mund të më kontaktoni në email dhe do t'ju dërgoj afirmime të personalizuara, ndoshta specifikisht për ju, por ndoshta edhe thjesht në përgjithësi nëse ju dëshironi për çfarëdo lloj situate tjetër që ju mund të doni, për shembull në lidhje me konfidencën, në lidhje me të diturit të vlerës suaj, e të tjerë, pra për çdo lloj problemi që mund të keni, apo për çdo lloj fushë në të cilën ju ndjeni të thëritur. Jam këtu për të ndihmuar. Shpresoj që kjo video t'ju ketë ndihmuar sadopak, do t'ja dija opinionin tuaj, nëse e dëgjuat deri në fund. Do t'ja dija opinionin tuaj se çfarë mendoni lidhje me këtë temë. A i kishte menduar ndonjëherë këtë aspekt? Dhe sigurisht tani duan të dy që të kem vëmendje. Shumë faleminderit. Ju dua vërtet shumë. Dhe mos mendoni që jeni vetëm asnjëherë në çfarëdo lloj gjëje që po kaloni. Dhe shihemi në video tjetër. Mirupafshim.